Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin e BTV. Ky është programi Studio Live, ndërsa në Normal Qori jemi së bashku në të transmetim të drejt për drejt për ndalur tek të gjitha zhvillimet kryesore në vend. Padyshim tema të më të rëndësishme të diskutimit, kemi mundësi të diskutojmë dhe analizojmë në studio me panelistët tanë, ndërsa nuk do të mungojnë asnjë moment edhe informacione korale ardhur nga terreni nëpërmjet korrespondentëve dhe kolegëve tanë, çka padyshim do ta plotësojë të gjithë tabloidët të kohës televizive të qëndruarit në transmetim të drejt për drejt nga ora 17 deri në orën 19. Për së pari, po i njoh më njëherë me zhvillime kryesore deri në orën 17. Gjykata e Lezhës dënon me burgim të përjetshëm portugezin Ruben Saraiva si autor të vrasjes të biznesmenit Ardiani Kulaj në restorantin e tij në Shëngjin më 19 prill 2023 në Shëngjin. Avokati i kujtim Sakrani quajti një vendim të padrejtë dhe paralajmëroi apelin, duke pretenduar se Saraiva është i pafajshëm. Canca u mbajtën masa të rrepta sigurie pasi të pranishëm ishin dhe familjar të viktimës. Pas mbledhjes të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, guvernatori Gent Sejko u shpreh se konflikti në lindjen e mesme përbën rrezik edhe për ekonominë shqiptare. Norma e interesit mbetet e pandryshuar, por sikurse u shpreh Sejko, duke mbajtur në monitorim situatën. Inflacioni në 2 muajt e parë të vitit arriti në 2.4%, duke regjistruar një rritje të lehtë në krahasim me 3 mujorin paraardhës. Prej një jave tashmë në Shqipëri, çmimi i naftës është fiksuar në vlerën 214 lekë litri, pavarësisht luhatjeve në bursë. Shqiptarët po zgjidhin të drejtohen vendeve fshinje ku diferenca e çmimit është e lartë. Kështu ka ndodhur me zonën e juglindjes së vendit, banorët e cilës po furnizohen me Maqedoninë e Veriut, duke marrë një litër naftë me afro 140 lekë litri. Rallë të gjatë automjetesh janë regjistruar edhe drejt Kosovës, ku çmimi i naftës edhe më lirë se në vendin tonë. Në 7 protestat e fundit të Partisë Demokratike nga dhjetori i vitit të kaluar deri më 22 mars janë arrestuar 74 militantë, por të gjithë janë liruar nga togat e zeza, pavarësisht se dhuna e tyre ka çuar në spital 10 efektiv me djegje, mes tyre dhe 15 protestues, të cilët policia identifikoi në mesin e grupit që sulmuan me molotov institucione dhe uniformat blu në tubimin e fundit të opozitës. Krimi në familje ku një 80 vjeçar vrau bashkëshorten dhe më pas veten ka tronditur komunitetin në Roskovec. 9 fëmijët e çiftit Rapa i dhanë sot lamtumirën vetëm nënës, ndërsa trupin e të atit e kanë lënë në morg për ta varrosur bashkia. Vëllai i viktimës reagoi ashpër duke kërkuar që autori të mos nderohet për herë të fundit dhe trupin të hedhin në kanal.